Lert Vasili, një ndër figurat publike më të njohura në Shqipëri dhe ish finalisti i njohur i programit Big Brother VIP, ka ndarë një lajm tepër të trisht me ndjekësit e tij në rrjetet sociale. Ai ka humbur një person shumë të dashur për të, një mik të ngushtë nga fëmijëria. Në postimin e tij, Vasili shpreh dhimbjen dhe trishtimin për këtë humbje të papritur, duke ndarë kujtime të veçanta nga vitet që kanë kaluar së bashku. Në mesazhin e tij, Lert Vasili thekson se edhe pse koha dhe jeta kanë bërë që ata të mos takoheshin shpesh, lidhja dhe miqësia e tyre ka mbetur e fortë dhe e paharrueshme. Ai kujton me nostalgji vitet e bukura të kaluar së bashku, duke përmendur se këto momente kanë qenë disa nga më të çmuarat në jetën e tij. Humbja e mikut të fëmijërisë i ka lënë një boshllëk të madh në zemër, duke e bërë këtë humbje edhe më të vështirë për t'u përballuar. Lert Vasili në këtë postim ngushëllon edhe familjen e mikut të tij, duke shprehur solidaritetin dhe dhimbjen më të thellë. Ai bën thirrje të gjithëve që të kujdesen më shumë për njerëzit e tyre të afërt dhe të vlerësojnë marrëdhëniet që kanë me ta, sepse jeta është e papritur dhe e paqartë. Mesazhi i tij shërben si një kujtesë për të gjithë se duhet të bashkohemi dhe të takohemi më shpesh me ata që kemi pasur pranë në momente të rëndësishme të jetës. Ngjarjet e tilla na kujtojnë se jeta është e çmuar dhe se humbjet e papritura lënë plagë të thella në shpirt. Lert Vasili përmes fjalëve të tij tregon një anë më njerëzore dhe të ndjeshme, duke na bërë të reflektojmë mbi vlerën e miqësisë dhe familjes. Kujtimet e përbashkëta dhe lidhjet që krijojmë gjatë jetës mbeten gjithmonë në zemrat tona, pavarësisht distancave apo kohës që kalon. Në përfundim, humbja e mikut të fëmijërisë për Lert Vasilin është një moment i dhimbshëm që prek jo vetëm jetën e tij personale, por edhe shumë njerëz që e ndjekin dhe respektojnë. Mesazhi i tij për kujdesje dhe bashkimit me të afërmit është një thirrje për të gjithë ne që të vlerësojmë më shumë lidhjet njerëzore dhe të jemi pranë njëri tjetrit në çdo moment të jetës. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.